Ideja është që ne filluam të qëmë këtë seri bashkëbisedimi. Domethënë, nuk është ide e podcastit, se që janë bërë të podcastet, të është gjithë podcast njëri, podcast tjetri. Mendoj që do jemi konqiz në diskutim, që edhe, si me thënë, ta miqtë tanë apo njerëzit që na ndjekin, të jenë sa më të qartë në atë që duhet apo s'duhet bërë, apo një informacion i përgjithshëm në këndvështrimin tonë. Do thënë ti u bëre gjithë këto vite, sa vite ke që ke në Dubai? 2018. Që 2018. Në Dubai. Edhe vetëm real estate. Po më përpara? Më përpara në Kinë. Në Kinë, po ndaj sa vite? 2 vite po thoj sa. Po si flet shqipja akoma? Ti ma ke si e shqiper pra. Po ndoshta ka qenë ai si thuhet, të rritur, se 20 vjeçë. Nëse, ideja është që ne nuk përgjithsisht klientela jonë nuk është se ka qenë shqiptare, por që pse jo, është e nevojshme që her pas here t'i drejtohemi edhe njerëzve tanë. Edhe kanë fidu, po e shohin po shtohen shqiptarët. Brenda këtij viti kam njohur më shumë shqiptar se vitet e kaluara. Vitet e kaluara këtu ka qenë më shumë indiani, iraniani, rusi, tani ka Europa, po zbarkon. Po këto iranianët kam vazhdojnë vinë? Patjetër, po, si vendi tyre. Këto janë vetëm këtu që kanë pasaporta. Janë martuar me familje, të infiltruar goxha në vend. Këto merren shumë me çarkullimin e lekëve ose trading. Atëherë, për ata që nuk e njohin, Marsida është nga të vetmit persona që unë kam njohur që është e fokusuar vetëm tek real estate. Se të gjithë bëj çik ashtu, jo bëj çik kështu, më thënë, kap në lek aty, kap në lek këtu, dhe asnjëri s'bën mirë asgjë. Mua më vjen mirë që ti je fokusuar dhe kam vënë re që sa herë për çfarë lloj gjëje që të kam pyetur, për çfarë lloj gjëje që apo një klient ka pasur diçka, ti e ke kështu informacionin komplet kështu të kulluar, si thot populli. E kam me pasion kështu, si punë, si industri. Kam gjetë vendin e duhur ose profesionin e duhur me karakterin tim. Unë nga këto që ose kam lëviz shumë, ose jam mërzit shpejt, kurse në këtë industri ke të dyja bashkë. Sa me një projekt, sa me një zonë, me një lloj klienti tjetër, nacionalitet ndryshme, me biznese shumë, që e ka gjetë ajo. Atëherë, po flet me shqiptarët e tu. Duke qenë se Premium International tashmë është edhe pjesë e Unita Worldwide. Ne tek Unita Worldwide kemi disa rregulla, domethënë rregullat kryesore janë që ne nuk gënjejmë, ne nuk ja fusim njëri tjetrit, përpiqemi të jemi sa më ndihmues, sa më transparent. Dhe me sa kam vëre, me kaq kohë sa punojmë, pa edhe çka kam dëgjuar për ty përpara, domethënë gjithmonë ke bërë biznes ndershëm. Dhe mendoj që njerëzit tash kanë nevojë, se tjetër gjë është propaganda, tjetër gjë është realiteti, tash ne do bëjmë një ujdim. Do t'i themi gjërat siç janë, nuk ka më kështu. Hajde ta ngrem për pjetë, hajde të bëjmë kështu, i ke parë to marketingjet që thonë 17, 18, 20% kthim investimi në vit. Më thënë futi 1 milion euro, merr 200 çdo vit, edhe për 5 vjet i ke nxjerr lekët e tua. Këto janë pak të zmadhuar, janë të vërteta, po për sektore të caktuara. Këtë 15% që 20% e bën kjo Holiday Home, qërat e shkurta mujore, e bën nga muaji tetor deri në muajin e shkurt. Po jo në vit. Jo në vit. Sepse ti ke edhe ato 3 muajt e verës që i ke minimum, apo jo? Po, edhe ndonjëherë edhe bosh. Se njerëzit kthimi i investimit në vit nuk është momentalisht, mund të ketë qenë përpara. Po flasim sot. Nuk është. Sepse ç'a ndodhi me Michelin. Ishte dikush që u interesua, i tregoi disa opsione, i tha që shkon ajo pjesa e kthimit investimit diku nga 8 deri në 10%, po jo vlla tha, pse tha, unë kam dëgjuar që është 17% a 20%. Ngelja, sepse marketingi janë të tilla dhe njerëzit mësojnë keq. Ai dëgjon thotë këtu bë kanamizi. Kur i vjen në realiteti pastaj, dhe për më tepër ke realiteti futen dhe shpenzimet, futen dhe të gjitha këto gjëra, domethënë është për tu parë çdo shërbim është i paguar, nuk ka asgjë free. Free është vetëm kjo Kite Beach. Mund shkosh, nuk e pagesa. Po të shkosh aty, marrësh makinë, po. Edhe ato janë, do t'i bësh, kështu që nuk ka, po lekët e mëdha bën me lekë të mëdha. Nëse ti hedh me miliona si dollar, si dirham, kthimi është akoma më i lartë, se normalisht janë zorat e caktuara, projektet e caktuara për këtë punë.
por për këto shumat që janë të prekshme për çdo njeri, me 10% t'jesh i lumtur pse jo, se gjithsesi as banka se jap. Keq. Për 15 is not true. Nuk është e vërtet. Atë ç'a ndodh? Me çka kam bërë unë? Kush vjen këtu në Dubai ka një luks që mund t'i vër vetes atributet çdo lloji. Domethënë mund ta prezantoj veten sigur ka qenë në Gjermani, bankier, etj dhe njerëzit tu e han, në kuptimin e han. Këtu janë gjithë ndoshta që e bëjnë këtë muhabet, po problemi është këta që ne kemi diçka. Shqiptarët janë pak kanë ngelur pak me atë të vjetrën, ajo e vjetra është ka pak korrektesë, i besojnë fjalës, i flasin gjuhën e nënës, ai të beson. Dhe unë kam vënë re që edhe nga shqiptarë të tjerë që punojnë në realitet ka shumë abuzime në këtë pjesë. Nuk dua të ve gishta, po më thënë, unë vetë do doja që të paktën njëri tjetrit mos t'ia fusin. Gjete atë tuajin e këto, hajde më do të bësh mundësisht biznes, në fund ditësh po kapni diçka. Por sepse në psikozën e një investitori, në momentin që nuk ndihet mirë me ty, thon atje nuk është mirë. Ose këta shqiptarët ta fusin, sepse nuk ndihet mirë me ty, ai mund të kesh bërë një gabim ose unë një gabim. E kupton? Dhe na përfshin të gjithë. Atëherë, ka ca gjëra që nuk duhen kaluar. Do të thënë, ca që duhen kaluar, logjikisht. Për të marrë klientin, ti thosh tash po merr 20% vit është pa sens. Po ndonjëherë mos i bën kjo ndoshta se kur punojnë në disa kompani që ju bëjnë presion shumë, që të rish duhet të arrish to dhe shitje. Hajde nese. Atëherë, ideja është po me jetën si po ndjesh, si është kjo pjesa e kjo lifestyle-it? Lifestyle është super, si quhet, i sigurt. Siguria është maksimale. Po, nuk ka në çfarë do lloj ore të natës, ditës ose çfarë do lloj pozicionit kesh, si ti jesh pozicion të lartë, si ti jesh pozicion i ulët, je prapë i sigurt. Edhe për më tepër për një femër, je akoma më respektuar edhe më ndihmuar si nga ligjet edhe si nga institucionet ligjvënëse. Ne kemi frikë të flasim me femra në rrugë. Ja. Dihesh fare sigurt, nuk e ndjen atë se Europa ose sidomos Kina ka pas këtë sensin që kur të flet i mashkull duhet të jesh i çike, më e rezervuar, nuk ja thu do të trosh siç e mendon, iden? Po këtu nuk e ke fare. Se unë kur i flas për shkakun që flas me njerëz, i them që ne lëm dyert e shtëpive hap, makinat hap. Këtu janë me karta kështu, e disa herë kam unë kot i kam marrë derisa tash e kam vendos. Po nuk e besojnë se, ande ke parasysh që është mbledhur me 7 çelësa ose për shembull në Londër. Po janë me këto ka filluar. Nëse në Zvicër është okay, pra, ka siguri, absolutisht, por e di çka ka të bukur, okay, siguria është shumë e rëndësishme. Po mendoj që edhe gjendja psikologjike është shumë e rëndësishme. Sepse ti këtu je i qetë me trut e kokës. Lajmet nuk ka asgjë gjë negative. Nuk përmenden gjithë to historia, se njerëz janë më çfarë s'mund të ndodhë. Mos bëjmë sikur s'ndodh. Gjë ndodh. Po, thjesht ne nuk i dëgjojmë. Thjesht nuk i dëgjojmë, unë e qetë. Po. Domethënë thaj. Nuk do më përzijm probleme, nuk përzihesh. Ai frikacaku tha vdes për dita, trimi vdes vetëm një herë. Atë ne ditë do mbaroj kjo histori, edhe pse do të më llaftariz çdo ditë sikur çfarë do ndodhi. Sri edhe të funksionon truri vetëm si të zhvillohesh më shumë, çat arrish më shumë, çat punosh që të bësh për një kohë më të shkurtër. Nëse në Europë të duhet diku deri në 10 deri në 15 vjet të arrit një nivel menaxheri ose një nivel biznesi, pronar biznesi, këtu brenda 2-3 viteve i merr ato kthimet ja arrin. Kemi provuar. Jo, është okay, në këtë pjesë është me të vërtetë okay. Domethënë tu çdo gjë lëviz shpejt. Por shifja një video që ishte si rrotullohet bota, edhe ishte këtu bota si rrotullohet në Dubai, ishte kështu shpejt. Domethënë çdo gjë lëviz shpejt, duhet të kapur ritmi. Por mendoj që ka ardhur koha që edhe në shumë vende kështu po ndodhen, nuk është. Domethënë edhe në Zvicër që është shumë më avash, kur filluan kompjuterat e parë që për shembull në Shqipëri sistemet bankare ishin me sisteme tamam, kompjuteri tamam. Në Zvicër akoma ishim atë jeshile, ne këtë që ishte ajo kështu. Akoma laps me letër, domethënë lëvizin shumë avash. Nuk e duan ndryshimin. Si gjë, por tash edhe andej ajo po ndryshon. Po këta janë AI-ja, si do të shih. Po këta janë goxha avangard në këtë pjesë. Çdo teknologji e re, çdo sistem i ri, çdo gjë për të ndihmuar
Jetët e njerëzve, ti ke parë shkollat janë kryevepër. Përgjithësi. Rrugët janë, ngado që ti ecë, nuk është se ke probleme, jo, po kur bëhet jeshilja ndej, futet makina këtej, më çdo gjë këtë sistemuar. Ka pak trafik se kanë ardhur gjithë tash. Financion qeveria çfarë do lloj inovacioni ose çfarë do lloj produkti për të qenë në shërbim të rezidentit tu. Është qeveria super efikase, e ka gjetur atë metodën edhe nuk s'don me ndalu. Do me thënë, po pate këto elementet edhe zhvillohesh, do me thënë, në momentin që je i qetë, s'merresh me politikë, je i sigurt, në një mënyrë apo një tjetër këtu sajohesh në krahasim me vendet e tjera, po të bësh një llogari për shembull me, po them me Kinën, po flasim për shembull në vendet evropiane. Kur është një vend që është shtrenjtë në përgjithësi, kurse Dubai ka një ekosistem që është një vend edhe për miliarderët, edhe për milionerët, edhe për shtresën e mesme, por edhe për ata që i ke punëtor ndërtimi dhe që kanë një pagë mesatare, $300-400 në muaj, ato flas. 2000 dirham, ha. 2000 dirham, aq 500, tash 500, po 500 euro në muaj. Tash, ai me 500 euro ka shtëpinë, ushqehet, ka gjithë çon në lekë në shtëpi. Sepse në vende për shembull siç janë do Pakistani, India, në zonat rurale, ti di sa janë pagat më shumë $60 në muaj. Do të thënë, nëse ky i çon 150, kupton ato janë parët e fshatit. Dhe kjo është interesante, është interesante. Po, kanë gjetë formulën. Ja kanë gjetë formulën. Edhe me këto plus me këto që kanë heqë edhe taksat për të pasurit, tani po çdo fushat që po shohim, që bëhet në këto rrjetet sociale ose mediatike, fushatat janë për të tërhequr njerëzit e pasur edhe mendjen këto intelektualet. Pa këtë Golden Visa, Golden Visa, edhe pozicionet po ja japin vetëm njerëzve gjatë e kualifikuar, jo njerëzve që nuk e kanë kualifikimin e dur. Kështu që ta shohim. Në Golden Visa 10 vjet edhe kishin futur dhe këtë tash si ambasad, si puna e amerikanëve, që nëse ke një problem në çdo lloj shteti, bjeri telefonit dhe ne gjejmë zgjidhjen. Është fantastike. Më thënë, çka kanë ta që kanë bërë unë. Këta janë kopjues dhe përshtatës spektakular. Më thënë, nuk lën një gjë që është e mirë apo që është funksionale në një shtet tjetër, pa e marrë, përshtatur, rinovuar edhe dhënë për njerëzit. Çfarë do lloj gjëje? E kanë bërë, ha. Edhe janë të hapur për çfarë të lloj gjëje. Kanë edhe këto zyra tani po hapen sa më shumë, ose të fondeve, ose zyrat nëse ti ke një ide të re, ose ke një gjë inovative ose diçka, për krahje maksimale. E testojnë, e aprovojnë, gjithë e bëjnë. Po, ne kam studiuar pak për punën e Unitas. Do të thënë, ne bëm atë kishe ke eventi që bëm ke pre-launching në Tiranë. Suksese, urime. Faleminderit bashkë me ju. Tani po bëhemi gati dhe për një pre-launching këtu në Emirate, në Dubai. Dhe pastaj presim kur bëjnë ata kolegët andej që do bëhet hapja e madhe në Zvicër, por mbasi të mbarojë pjesa më e madhe dhe që me platforma. Se tash mendoj për 2-3 ditë del produkti i parë. Kemi filluar me hedhjen e kompanive, janë ka diku 124 kompani që ishin të interesuara në Tiranë. Kështu që fillojmë me atë. Unë po bëj gati stafin për pjesën e Dubait. Mendoj që për punë një muaj jemi gati dhe këtu dhe do flet direkt në ndërveprimi. Domethënë, edhe ti do kesh goxha biznesmen që, si më thënë, do vinë tek Unita, do interesohen për të hapur një kompani, për të rregulluar një marrëveshje apo diçka. Dhe pa po përgjetur një partner, qoftë investitor, se ka plot që po kërkojnë. Se mos tash e ke parë që ka filluar edhe interesi për në Shqipëri në këtë pjesë. Se sa shkeli e marri, janë duket 2 kompani që kishin blerë toka, 2 dërtues, nuk do të them emrin, që kanë filluar të bëjnë gati për ndërtim. Po biles një nga ato thotë, e kemi atë projektin që ja bëjmë, kemi të vogël 30 kaç. Thash po kjo për Shqipërinë 30 kaç është goxha. Jo, aty kanë filluar shumë kështu, domethënë, edhe një tash ishte edhe ndonjë 64 katë. Kam shumë. Thjesht, sigurisht është problemi aty. Problemi është që po çka ka pse akoma Shqipëria? Jo, Shqipëria nuk është keq. Po mos shohësh lajmet. Po mos takosh njerëzit janë të negativët, mos i dëgjosh është okay. Tani, në afat gjatë nuk di të ta them, sepse përgjithsisht është vetë modeli politik është 4 vjeçar në tërësi. Dhe çdo gjë që bëhet short terms, bëhet kështu
hajde ta bëj këtë, po ta bëj afat shkurt, se s'di si merr pjesa mbrapa. Kurse këta ustallarët këtu janë në shtëpitë tyre dhe, si më thënë, na kanë bërë dhe ne të jemi në shtëpitë tonë në këtë pjesë. Dhe i bëjnë projektet afat gjatë. Ke parë Sheiku i madh, është 76 vjeç, mos gaboj, bën planet për Dubai në 2050. Po. Po çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ai dhe kur ndërton 60 kaçin, i ka bërë llogarinë për rrugën, ku mund të shtojë rrugën tjetër, ku do kalojë trotuari, uji, të gjitha këto. Kurse andej un kam pak rezerva, do të thënë, duke qenë se njerëzit punojnë afat të shkurtër, do ta mbyll derisa të gjejmë zgjidhjen mbrapa. Aq rrugë janë. Ku do dalim më shumë, gjitha do këtë diga liçeni. Pra, plamsh. E sa trafik, se isha tani, për eventin, trafik, më ishte më mirë me lëviz me taksi. Po taksi ku do shkoje? Ku do gjë, po gjithsesi, ku parkimi, jo po i herë në rrugë, i herë do të shkosh nëpër pallate, po sepse shi ç'a ndodh. Ktu ti kur ble një apartament, nuk të pyet njeriu do parking. Pe ke të përfshirë. Në 2 apo në 3 bedroom ke dhe 2 parkingje në raste në projekte të caktuara. Kurse në Shqipëri ai të shetet me apartamentin dhe parkingu ja shet X-it, Y-it ose bën magazin. Ndërkohë që ka marrë do të bëra me ligj. A do bëhet thua ndonjëherë apo? Do bëhet. Do bëhet kur të ndryshoj sistemi nga politik në menaxherial. Është muhabet tjetër, po ti rim kësaj fushës. Tani, ç'a i këshillon për shembull, ç'a i këshillon njerëzve? Për më mirë të investojnë ku, në ç'a drejtimi, si e shefti? Për në real estate apo jo? Real estate. Cilat projekte, cilat... Po, jem shumë për off-plan, një për to që janë off-plan është kur është në ndërtim e sipër, projekti sapo është hedhur nga kompania e ndërtimit. Po. Apo ta marrin të gatshme dhe që e kanë për shembull dhe me qera të gjithë brenda. Çdo gjë ka atë të vetën ose çdo zonë ka klientin e vet, çdo projekt ka klientin e vet. Mirë po, nëse ke varet sa lek do të investosh. Off-plani, ndërtimet e sipër t'japin mundësinë që ta ndash, mos t'i ngarkosh gjitha lekët me një shtëpi, edhe në fund do marrësh një 8% returns kur është gati. Ama je i lehtëshëm sepse e ke paguar me këste. E ke paguar. Edhe kur i paguan direkt merr një 8%, por ama ato lekët i ke hequr, si ke më. Do t'i kesh po rishite, po ju fute kësaj loje. Kurse kur i fut në ndërtim e sipër, i paguan avash, edhe të rritet vlera e shtëpisë ose investimet që ti ke bërë për 2-3 vite. Domethënë ke bërë akoma më shumë se sa i ke dhënë gjitha lekët plot, ke marrë qeran, se sa kur i fut në ndërtim e sipër. Unë jam partizan, e kam qef këtë off-planin, sepse kam parë shumë, edhe shesim shumë, kemi bledhe vetë, kështu që është përfitimi akoma më i mirë, edhe akoma më i favorshëm për njerëz, nuk i bllokon gjitha lekët me një vend, i ndan. Edhe merr gjë të re, të freskët, të pastë. Vetëm ti je jotja, je i pari i shtëpisë. Po, edhe është ndërtim për shembull 2025 ose 2026 ose 2028 varet ku mbaron. Po, tani po dalin janë projekte të rinj, çdo gjë është e re, ka evoluar që nga sepse shikush është ideja. Unë për shembull pse kam patur sukses në real estate. Unë nuk jam shitës i mirë. Por jam vrojtues detajesh. Dhe kur një person që ka dashur të investojë, unë nuk është se kam ditur t'ia shes që këtë se kemi këtë është e mirë. Ne kam thënë detajet. Që këto ka duraluminin me këtë cilësi, ka pllakën me këtë cilësi, është rruga e tillë, ka afër këtë, afër atë, shkalla ka kaq ashensor, se bëhet një llogari. Do të po e ke 20 kate dhe ke 5 ashensor, është okay. Ama po je 60 kate dhe ke 6 ashensor, nuk është okay. Jo, normal. Sepse ka të orare, dalin njerëzit në mëngjes, dalin gjithë në një orë. Kthehen nga puna, kthehen në një orë. I bit presësh 30 minuta ti vend të vi ashensori. Po ky është detaj. Nuk ta thot njeri këtë gjë. Jo. Nuk kupton? Gjithë thonë do marrësh 20% shumë, thotë ai, merr brother, vetëm që ta shesim. Do shesim në një mënyrë ne. Jo. Unë mendoj që unë mendoj që është më mirë të kesh miq, të kesh ose të kesh klient besnik që të besojnë në atë që ti trajton, se sa e shite, e shite. Po pastaj. Nuk ngeli thotë ç'm ndodhi tash. Ç'm bëre Omarsita, se ngeli në ashensor për shkak. Sa herë ka ndodhur edhe kështu raste. Ai mund ta marri, po ne kemi detyrën t'ia themi. Në kuptimin kur e shohim gjën, tamam siç duhet. Po që dhe unë jam për off-planin, domethënë dhe nga eksperiencat e mparshme, kam patur disa raste që janë shitur edhe me kate, edhe kush e ka marrë atë katin, e ka shitur goxha mirë tek më mbrapa.
është goxha me favor. Një gjë tjetër që nuk thuhet shpesh, duke qenë se ne trajtojmë dhe hapjet e kompanive dhe kemi të bëjmë dhe me shumë biznese dhe biznesmen. Vetë kjo pjesa e taksave është goxha e favorshme. Dhe Dubai është bërë tash një business hub, është mes të gjithave, ka afër gjithçka. Kushdo kompani e madhe botës e ka një ide këtu. Nuk ka shumë propagandë për këto, për zyrat në përgjithësi. Si bëjnë shumë, sepse nuk janë shumë projekte, janë shumë të limituara. Ndërkohë që këto zyrat që janë hajde gjejtë godina jote një zyrë tash të lirë. Unë çka kam parë vetëm 2 dhe janë overpriced, domethënë janë me çmim më të lartë nga normale. Po da ato do sa të marroj ato të baba, do ikin. Domethënë ti je edhe për investimet në për kështu edhe për commercial në për zyra. Po këto janë ato reale 20% që marrin return ose 15%. Okej. Sepse është ka sa startupe vetëm në një vit janë pothuajse mbi 5.000 deri në 6.000 startup companies. Edhe çdo licencë e do një vend fizik. Nga thashë mund të hapim premiumin në Tiranë? Pse jo? Shumë shpejt. Por do jetë pak ndryshe, do jetë me këtë planin e dytë që kemi folur. Domethënë, duke qenë se premiumi tash është i lidhur me Unita Worldwide, ne do t'i shërbejmë më shumë kompanive dhe bizneseve, biznesmenëve dhe absolutisht do t'i kemi gjithë të shërbimet që janë momentalisht, por do kemi edhe disa agent të trajnuar mirë, që kanë një background apo vinë nga biznesi, nuk janë vetëm agent dëshitës. Dhe do trajtojmë në mënyrë më të specializuar pjesën e shitderjes së bizneseve, pa muret, kuptohet, dhe të pjesës industriale, do me thënë fabrika, kapanone, toka për ndërtim, çdo gjë që ka lidhje me pjesën e industrisë, qoftë të lehtë, qoftë të rëndë. Dhe duke qenë se Unita do jetë prezente në gjithë shtetet e botës, është mundësi shumë e mirë sepse ka lëvizje. Dhe si më thënë ti, si Dubai që je, do kesh goxha kërkesë në këtë pjesë. Po ne gati jemi për këto, sidomos të komercialet ose industrialet, me tokat, unë i kam qef tokat. I në rritë që në dvegjel kena dëgju toka më shkulit ajo. Toka gjyshit. Toka gjyshit, toka babit. Kështu që edhe këtu janë tokat, e bukra e këtyre tokave ose kapanoneve janë një është freehold, si quhet, është je pronar, nuk ke më nevojë, ka neq atë që është dashur të kesh një local sponsor. Iku ajo pjesë. Iku e ke tënden, toka është me fitim, mund ta rishesësh, mund ta shfrytëzosh për disa vite, pastaj mund thjesht bësh një partneritet edhe të bësh godinën, janë gjitha opsionet. Super. Premium në Dubai është gati. Po për këtu çfarë mendimi ke për këtë, për Russell Cayman? Për të Emiratin tjetër që po bëhet kazinoja më e madhe në botë, kjo kompania Winnie, që është kompania më e madhe në Las Vegas. Ajo nuk duket akoma, njerëzit janë çik skeptik, po ajo është super projekt. Që thoshin vetëm për Dubai, ku ishte? Ja, është super projekt. Ajo është në gjithë, nuk ke asnjë në gjithë të rajon, është vetëm një kazino. E vetëm kazino? E vetëm kazino. Edhe ka arrit po ta shohësh tani, edhe ajo ndërtet është bë karabinaja komplet. Ka arrit 85%. Përgjithsisht në këto rajone është me këtë ligjin fetar. Po, sheriat. Sheriat, si se dijemi. Dhe siç është një klauzolë aty që nuk lejohet kjo huadhënia apo kjo pjesa e kumarit, duket në tokë diçka e tillë, se si kanë gjetur një gjë që në tokë. Atë çka kanë bërë? Dolën det. Ja, bën orë, bën ishin. Po. Edhe këto nuk i lejojnë këto, Emiratit nuk kanë për të futur klauzur. Do të thënë vëndalit nuk lejohen, jo. Po si ta bëjnë? Ne tjerët? Ne do çfarë fitojmë aty, Ka indianin, janë super të njohur për këto, për kazinot, kinezi. Po, kinezët shumë. Kinezi këtu ç'është bën në podrum në Lorë kështu me letra këtej. Po, kanë tyre. Kanë atë që mos një qiloj që bën për vitrisht, të bëjnë gjithkohë. Se këtu s'do ketë e bukura e kësaj kazinos këtu, pse do jetë akoma më fitimprurse është se çfarë do lloj legut që të bësh në kazino, s'paguon taks. Edhe një? Çfarë do lloj, kur bën lek në kazino që fiton, fitove lek, në vendet e tjera si Macau, si Singapur, si Las Vegas, e paguon taks me fitimin. Ja. Kurse këtu s'ka taks me fitimin. Po.
Së mbaj më të shmë, Shqipëri më duke që së paguan. Se di Shqipëri, ti mi trego të Shqipëri. Jo, nuk e di, se paguan. Po kur I le prap, të japin prap që atë? Atë, jo. Po të shima bë. Unë fitova për momentin, ose se fitova asni, bigjosëshi nuk se fiton e për fare. Edhe më I sukses, as nuk ekziston. Ka. Një njeri që ka dali fituar nga bigjosi, ma gjejtë e emër, do t'jap qatë dushti. Nuk ekziston. E kanë punë, Jo, nafat gjatë, është e pamundur. Gjithmonë fiton shtëpia. Gjithmonë fiton. Por gjithsesi, çfarë do të fitosh nuk do paguash takse. Nëse ajo që është interesante, me çka kam vënë re unë aty është që gjithë kompanitë më të mëdha të Dubajit po investojnë atje. Me që po ndërtojnë. Projektet janë kryesisht buz ujit, sepse është ishulli në atë formë që ka ujë nga shumica e krave. Dhe është ishull. Një ditë do mbaroj. Domethënë nuk do ketë më vend për të ndërtuar. Nëse në Dubai hapen apo kudo, hapen gjithmonë sheshet e reja, qoftë nga shkretira, qoftë nga këto, pjesa e ujit është gjithmonë e kufizuar. Dhe sigurisht kur je ishull, është një moment do mbaroj. Po, tokat pothuajse po përfundojnë të gjitha. Pjesa më e madhe të ndërtuesve, atje mund të jenë një 3-4 që janë local nga Ras Al Khaimah. Janë këto familjet e sheikëve ose Ras Al Khaimah vetë si development. Pjesa tjetër është e Mari, Elintoni, gjithto. Gjithto të mëdhejtë huliganët e Dubajit, atje gjithë kanë shkuar. Sepse ideja është përveç turizmit, përveç bigjosëve, do shkojnë shumë njerëz që do punojnë. Bigjosëve, flas njerëz edhe për qef do shkojnë, dhe unë do shkoj patjetër. Do I los. Po vetëm punëtorët që punojnë aty te Wini, sa do jenë? 5.000, 10.000 punëtorë do ketë ajo. 10.000. Po gjithaj. 25 kaç. Sa ka 1.000 dhoma ka brenda, gjigante është. Interesante është. Po në një zonë tjetër çka ke qef tu për shkak. Ku I sugjeron njerëzve për shkak që të investojnë? Emirat tjetër? Po thon. Pse di, Emirat tjetër, Dubai, çfarë bësh në një zonë që të ka përsyri që është interesante. Në Dubai? Po. Në Dubai çat lexoj Hills, është gjithmonë interesante, se Hillsi gjithmonë fillon me një nivel të caktuar edhe është vetëm në rritje. Hills çfarë do thotë? Koder, po. Dubai Hills, Dubai Hills ndërton e Mari. Po. Jebel Ali Hills që është me rasi. Po. Ajo është se është rrugës për në Abu Dhabi. Për Damak Hills që kam pasur. Edhe Damak Hills. Ka pas metuar 2 vjet aty Damak Hills. Si? Se unë vjet që vjen nga, si më thon, nga Zvicra. Po. Edhe vitën e parë vetëm kam parë cep nga nuk kam qenë. Dhe sa shkela aty në Dubai, në Damak Hills, u dashurova. Je shile komplet, supermarketet brenda, dyqanet brenda, shkolla brenda, është shkollë Jebel Ali, kryevepër për shkolla. Kanë çuar njëherë 2 njerëz dhe qanin në dua qanin. Por qanin me lot. Po. Kishin parë në gjë të tillë. Ja, beautiful. Kishin parë dhe 7 liçene brenda me kuaj që merrshe me qera, pata, mielma, po ta bëje me vrap. Po se janë fushat e golfit të Trumpit. Që është kjo Trump, si quhet. Golf club. Edhe është gjigante. Do thënë me ecje nga cepin cep, që prapë nuk shkoj deri në fund, pjesa parë po ishte pak gjysmore. Sa liçeni ndoshta ke në Tiranë, më e madhe ndoshta. Mos më ta ngrenë komunitetin komplet. Liçeni plus komunën e Parisit bashkë. Tamam. Që janë edhe çmimi si ke nisti kur ke qenë, e ke pa tani që është ka ndryshuar. Sa vjen e rritet ajo. Po, nëse mua më ka pëlqyer, thjesht më penalizonte kjo se doja 35 minuta për të ardhur. Që ishte pa trafik. Me trafik shkonte 45. Po. Dhe ideja që okay, se kisha problem se këtu janë rrugët si janë. Po që ideja që shkoje në shtëpi, merrte Marsida, dëgjoj, kaq se kemi takim, kemi diçka. Ku kishte shansen, është bezdi e madhe, thosha për nesër, domethënë mund të ai rasti. Po, sidomos më tani ti duhet të jesh te kjo zona. Po e duhet pelku që po do bësh biznes bëj. Po. Po për shumë ai vend për familje është një kryevepër, apo për dikë që punon online, që punon me internet, me këto është fantastik. Po. Gjithë to që kanë jetuar edhe në downtown, familjet ose njerëzit që kanë kohë këtu e njohin mirë vend, gjithandaj po kalojnë. Po. S'ka më njëri nerva të rrinë në trafikun. Po, varet si ke punët. Po edhe kjo Dubai Hills që ndërton me Mari është tjetër gjë. Qytet vetë po. Një model ka. Po.
Edhe ato me golfin janë. Zakonisht hillsin attach me golf E course. kuptoj. Po i luajnë ka? Vin? Po si. Pse provojmë njëri atë golfin? Po s'kena Ka vënë durim. edhe ke top golf. Kena me një ke biznesin. Si u dorojmë 500 vjet, ëh? Maqë. Mëshme. Nese, hajde, s'kemi çfarë të Qatë, Jemi duke jetuar ato që kemi zgjedhur. Po, Të zgjedhje fikse. kemi bërë.